E ku tjetër, 70 vjeçaria bëhet nën për herë të parë në Indi. Një grua indiane, e cila besohet të jetë 70 vjeç, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë fal një procedure të rrallë të fertilizimit in vitro IVF, duke e tërhequr vëmendjen e mjekëve dhe mediave në mbar botën. Sipas raportimeve, gruaja lindi një djalë në shtetin Gujarat, në perëndim të Indisë. Rasti është cilësuar si tepër i pazakont, pasi Rabari dhe bashkëshorti i saj kishin dekada që përpiqeshin të bëheshin prindër, por pa sukses. Mjeku që ndoqi procedurën deklaroi se trajtimi ishte shumë i ndërlikuar për shkak edhe të moshës së avancuar të pacientes, duke e quajtur rezultatin një rast që rrallë shihet në praktikën mjekësore. Edhe pse gruaja nuk disponon dokumenta zyrtar identifikimi, ekipi mjekësor njoftoi se ajo vetë deklaroi se ishte rreth 70 vjeç. Pas procedurës së suksesshme IVF dhe monitorimit të vazhdueshëm nga mjekët, Rabari solli në jetë një djalë, duke përjetuar kështu ato që ajo e quajti ëndrrën e jetës së saj. Lajmi ka shkaktuar debat në Indi më gjerë, duke rikthyer diskutimet mbi rrezikshmërinë e shtatzanive në moshë shumë të thyer, por njëkohësisht ka sjellë edhe reagime mbështetëse për çiftin që realizuan dëshirën e tyre pas kaq shumë vitesh pritje.